Lamborghini prodhon disa nga makinat sportive më të egzotike dhe më të shtrenjta në botë, duke u bë krenar me të hyra vjetore mbi $2 miliard. Dhe megjithatë, pavarësisht se makinat e saj blihen nga njerëz të pasur dhe të famshëm, kompania u themelua nga një djalë i thjesht ferme, babai i të cilit e qortonte për ndërhyrjen me traktor në vend që të punonte në fermë. Pas shërbimit në ushtri dhe të qenit marr rob lufte, ai përdori gjithçka që mësoi për të hapur një punëtori të vogël dhe për të ndërtuar traktorët e tij duke përdorur pajisje të vjetra dhe të ripërdorura lufte. Askush nuk mund të kishte hamendsuar se këto fillime të përullura do ta çonin atë të ndërtojë një nga prodhuesit më të mëdhenj të traktorëve në Itali dhe më vonë shpiksin e një nga makinat sportive më ikonike dhe luksoze të botës, Lamborghini. Fusho Lamborghini lindi më 28 prill 1916 në një fshat të qetë nga Italia Veriore, të quajtur Renazzo. Italia në atë kohë ishte e përfshirë në luftën e parë botërore, dhe kështu në kohën që lufta mbaroi në 1918, ekonomia e vendit ishte në gjunjë. Kishte mungesë ushqimi, trazira civile dhe varfëri të përhapur në të gjithë Italinë. Por pavarësisht nga gjithë kaosi, familja Lamborghini arriti të jetonte një jetë modeste dhe të qëndrueshme. Babai i Fushos, Antonio, zotronte një vresht të vogël që siguroi një furnizim të qëndrueshëm me rrush dhe verë, gjë që ndihmoi familjen të qëndronte mbi ujë. Për Antonio, ferma nuk ishte thjesht një mjet jetese, ishte trashëgimia e familjes. Dhe kështu, Fusho do të kishte kaluar shumicën e fëmijërisë së tij duke punuar me babain e tij në vresht nga mëngjesi deri në mbrëmje. Por pastaj një ditë gjithçka ndryshoi. Antonio solli në shtëpi një traktor të vjetër, i cili shpejt u bë një game changer në jetën e familjes. Ai zvogëloi ndjeshëm sasinë e punës manuale të kërkuar në fermë dhe e lejoi familjes të mirëmbajë vreshtin e tyre me pak burime. Difekti kryesor, megjithatë, ishte se traktori ishte shumë i vjetër, i zhurmshëm dhe i pabesueshëm. Dhe megjithatë, Fusho e gjeti atë magjepse dhe ndryshe nga çdo gjë që ai kishte parë më parë. Ai kalonte orë të tëra duke ndërhyrë me makinën, duke e çmontuar dhe duke e bashkuar përsëri për të mësuar se si funksiononte. Dhe së shpejti, ajo që filloi si një kuriozitet fëmije, u kthye shpejt në një obsesion. Në fillim, Antonio nuk mendonte shumë për të. Ai supozonte se obsesioni i ri i birit të tij ishte thjesht një hobi i përkohshëm në anë. Por ndërsa Fusho u rrit, obsesioni i tij me mekanikën u rrit vetëm më i fortë. Kjo do të thotë se në kohën që Lamborghini i ri mbaroi shkollën, ai kishte një vendim të madh për të marrë. Fusho nuk donte të ishte më fermer rrushi. Ai dëshironte për një jetë ku ai mund të ndërhynte me motor dhe të eksploronte makina të ndryshme. Por t'i kërkonte babait të tij leje për të studiuar inxhinieri ishte një detyrë e vështirë. Vreshti kishte kaluar në familjen Lamborghini nga breza të ra, dhe si djali më i madh i 5 fëmijëve, Fusho e dinte se ishte detyra e tij të vazhdonte atë trashëgimi. Së fundmi, një mbrëmje, ai mblodhi guximin dhe ju afrua babait të tij për t'i kërkuar bekimet e tij. Në fillim, Antonio u ul atje në heshtje, por pas një bisede të sikletshme dhe të tensionuar, ai kuptoi se nuk kishte ndryshim të mendjes së birit të tij. Dhe kështu, Antonio me këmbëngulje i dha bekimet e tij. Në mëngjezin tjetër, Lamborghini i ri la Renazzo dhe u nis për Bologna për të studiuar në Institutin Teknik Fertelli Tadia. Pas diplomimit, ai filloi stërvitjen me një kovaç mjeshtër që ndau të gjitha sekretet e tij të punës së hekurit dhe saldimit. Këto seccione trajnimi janë ajo që ndihmuan Fusho të gjej punë në fabrikën më të rëndësishme në qytet, Kavaj Riki. Në atë kohë, fabrika ishte ngarkuar të mirëmbante mjetet e ushtrisë. Italia dhe Ferruccio mori aftësi dhe njohuri të vlefshme që më vonë do të përcaktonin jetën dhe karrierën e tij. Në kohën që ai mbushi 18 vjeç, Ferruccio u kthye në qytetin e tij të lindjes, Renazzo, dhe u bë partner me një mik të ngushtë për të hapur punëtorinë e tyre mekanike. Për disa vitet e ardhshme, ai jetoi një jetë carefully, duke bërë atë që ai donte, duke riparuar traktor dhe makina të tjera që sillnin në dyqan. Në kohën e tij të lirë, ai do të blinte dhe do të riparonte mjete të vjetra për qëllimin e vetëm të udhëtimit në rrugët e vendit për kënaqësi. Megjithatë, 5 vjet më vonë, bota përsëri u zhyt në kaos.
lufta e dytë botërore kishte shpërthyer, por këtë herë Fuça nuk do ta shikonte atë nga siguria e vreshtit të babait të tij. Në vend të kësaj, ai tani do të ishte në mes të saj. Me shpërthimin e luftës së dytë botërore, Furuço u rekrutua në forcat ajrore mbretërore italiane në 1940. Megjithatë, në vend që ta dërgonin në vijën e parë, ushtria njohu talentet e tij mekanike dhe e dërgoi Furuço në garnizonin italian në ishullin grek të Rhodes, ku ai kaloi 3 vitet e ardhshme duke riparuar dhe mirëmbajtur traktorët dhe kamionët me naftë të ushtrisë. Në kohën që Italia u dorëzua në 1943, Furuço ishte transformuar nga një mekanik i aftë në një mjeshtër të zanatit të tij. Fatkeqësisht megjithatë, Hitleri kishte parashikuar tradhtinë e Italisë dhe menjëherë pasi ata u dorëzuan, gjermanët morën kontrollin e ishullit të Rhodes dhe shumicës së Italisë përpara se të binin në duart e forcave aleate. Të gjitha trupat italiane në ishull më pas u dëbuan nga nazistët, por në vend që të largohej, Furuço i bindi gjermanët ta linin të qëndronte dhe të hapte punëtorinë e tij mekanike në ishull. Megjithatë, ndërsa lufta vazhdoi dhe nazistët po mundeshin, forcat aleate në fund morën kontrollin e Rhodes në 1945. Fuça u kap dhe u burgos, ashtu si të gjithë të tjerët në ishull, por edhe një herë, aftësia e tij teknike u njoh nga forcat aleate dhe ju ngarkua me ripanimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve të tyre në vend të kësaj. Një vit më vonë, ai përfundimisht u lirua dhe u lejua të kthehej në shtëpi në Itali. Megjithatë, vitet e hershme të Furuços në shtëpi ishin larg nga të lumtura. Për shkak të luftës, monedha italiane kishte shembur, duke çuar në një ekonomi të thyer me një të ardhme të herrët përpara. Pavarësisht nga situata megjithatë, Furuço përfitoi nga aftësitë e tij dhe ngarkoi një punëtori të vogël, duke riparuar çfarëdo mjetesh para lufte, kamion dhe traktor që ai mund t'i vinte në dorë. Ai u martua shpejt me një grua të re nga Rhodes, me të cilën ai ishte dashuruar gjatë luftës, Kalia Monti, dhe për herë të parë në vite, jeta dukej se i jepte diçka të mirë për të cilën të luftonte. Deri në 1947, gruaja e tij lindi djalin e tyre të parë, Tanino. Kur doktori dha lajmin, Furuço ndjen një val gëzimi ndryshe nga çdo gjë që ai kishte përjetuar më parë. Fatkeqësisht megjithse, ai gëzimi ishte i shkurtër kur ai pyeti për gruan e tij, shprehja doktorit ndryshoi, dhe atëherë Furuço e dinte se diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Gruaja e tij, Kleja, kishte vdekur gjatë lindjes, duke lënë Furuço vetëm për të rritur djalin e tyre të poslindur. Furuço nuk mund ta besonte. Ai ndihej sikur po kishte një ëndër të tmerrshme, por nuk ishte një ëndër e keqe. Kjo ishte realiteti i tij tani. Në mënyrë të kuptueshme, Lamborghini ra në një depresion të thellë dhe u varos në punë, shpresoi ta përdorte atë si një shpërqendrim për të mbytur pikëllimin e tij. Pastaj një ditë, Furuço mori një mesazh të shkurtër por urgjent nga babai i tij, që përfundimisht do ta tërhoqte nga pikëllimi i tij dhe do të ndryshonte rrjedhën e jetës së tij. Përveç përballjes me humbjen e gruas së tij, Furuço po luftonte me një problem tjetër, parat. Biznesi ishte i ngadalt, dhe tani që ai ishte vetë një baba, Furuço donte t'i jepte birit të tij jetën që ai kurrë nuk kishte pasur. Por riparimi i traktorëve dhe kamionëve të vjetër nuk ishte do t'i siguronte atij llojin e jetës që ai ëndërronte. Ai kishte nevojë për diçka më të madhe. Dhe pastaj në mënyrën më të papritur, përgjigja i erdhi atij. Një pasdite, një mesazh urgjent mbërriti nga babai i tij. Traktori i vreshtit kishte prishur dhe babai i tij kishte nevojë për ndihmë. Kështu që ai hodhi gjithçka dhe u nis me nxitim në fermën e babait të tij. Ndërsa Furuço punonte në traktor, ai dëgjoi frustrimet e Antonios. Kostot e karburantit ishin të padurueshme, traktorët e tij ishin të pabesueshëm, dhe zëvendësimi i pjesëve ishte jashtëzakonisht i shtrenjtë. Dhe aty ishte saktësisht kur e goditi. Nuk ishte vetëm babai i tij që po luftonte. Mira fermerë në të gjithë Italinë ishin të bllokuar në të njëjtën situatë. Ju e shihni, Italia në atë kohë kishte nevojë dëshpërimisht të rrisë prodhimin e saj bujqësor për të rindërtuar ekonominë e tyre. Por modernizimi i fermave kërkonte traktor. Dhe traktorët ishin bërë shumë të shtrenjtë pas luftës për shkak të kostos së rritur të motorëve nga çeliku dhe pjesët e prodhimit në vend. Për të përkeqësuar gjërat, çmimet e karburantit gjithashtu kishin rritur për shkak të ndalimeve pas lufte, duke e bërë pothuajse të pamundur për fermerët që madje të përballonin të ekzekutonin makinat e tyre. Duke identifikuar këto probleme, Furuço besoi se ai mund të trajtonte disa nga çështjet dhe u nis të dizenjojë një traktor plotësisht të ri.
Një që do të ishte i përballueshëm dhe shumë më fuel eficient se çdo gjë tjetër në treg. Në atë kohë, qeveria italiane po ankandonte stoqet e saj të mëdha të pajisjeve ushtarake të mbetura nga lufta për të ndihmuar në rindërtimin e vendit. Dhe kështu, Ferruccio kërceu në mundësi. Përvoja e tij me mjetet e aleancës dhe boshtit i dha atij një avantazh unik mbi këto pajisje. Kështu që ai mblodhi shpejt kursimet e tij dhe shkoi drejt në Ankan, ku ai bleu një motor të vjetër britanik Morris për një pjesë të çmimit të një të riu. Kur Ferruccio u kthye në punëtorinë e tij, ai modifikoi dhe përmirësoi motorin, duke instaluar një atomizator karburanti. Kjo ishte një inovacion i shkëlqyeshëm. Pasi I lejoi traktorit të tij të fillonte me benzinë dhe më pas të kalonte në karburantin dizel shumë më të lirë pasi filloi të funksiononte. Për të mbajtur kostot edhe më të ulta, ai përdori një kornizë më të vogël dhe ripërdorte pjesë shpëtimi nga mjetet të tjera ushtarake të disponueshme. Pjesë për pjesë, makina filloi të merrte formë. Dhe pas muajsh netësh të paqeta, traktori Karaoke përfundimisht u përfundua. I pari që e testoi ishte babari I tij. Në fillim, ai ishte skeptik për makinën. Por pasi e ndezi dhe mori një rrotullim në vrest, të gjitha dyshimet e tij kishin zhdukur. Traktori ishte efikas, I fuqishëm dhe më e rëndësishmja, ekonomik. I emocionuar, Antonio filloi ta tregonte fëmijëve të tij, duke u krenar me shpikje në birit të tij. Fjala u përhap si zjarr, dhe mbrenda javësh, fermerët nga fshatrat fqinjëse po trokisnin në derën e Ferruccios e të gjitur të vinin duart në një nga traktorët e tij revolucionar. Ajo që filloi si një përpjekje e dëshpëruar për të zgjidhur problemet e babait të tij, tani ishte kthyer në diçka shumë më të madhe. Lamborghini tani ishte në biznes. Në fillim, Ferruccio ishte I kënaqur ndërtuar një traktor në javë. Por traktorët e tij ishin aq efikas dhe të përballueshëm sa ai shpejt të filloi të merrte një porosi të re çdo ditë. Kjo rritje në kërkesë mund të mos ishte një problem nëse Ferruccio nuk do të kishte punuar plotësisht vetëm. Dhe me pajisje të kufizuara, pa fuqi punëtore shtesë, ai shpejt e gjeti veten të mbingarkuar. Kështu që ai shkoi në bankë dhe kërkoi një hua. Fatkeqësisht, banka e refuzoi atë pasi ata ishin shumë konservativ. Veçanërisht në një kohë kur ekonomia e vendit ende po vuante nga lufta. Ndërkohë, në shtëpi, porosit vazhduan të derdheshin. Klientët po bëheshin të padurueshëm dhe presioni po grumbullohej mbi Ferruccio. Një mëngjes, Antonio staloi në punëtorinë e Ferruccioi dhe menjëherë vuri re stresin e madh të pasqyruar në sytë e birit të tij. Pasi dëgjoi për situatën, Antonio menjëherë ofroi të ndihmonte dhe vuri fermën e familjes si kolateral, të cilën Ferruccio përdori për të siguruar përfundimisht kredinë. Kjo ishte një bast I madh, sepse nëse Ferruccio dështonte të paguante kredin në kohë, familja e tij do të humbte fermën e tyre, një humbje që ai e dinte se babai I tij mund të mos rimëkëmbej kurrë. Kështu që ai menjëherë hyri më punë. Ai punsoi një ekip të vogël, bleu një motor Morris dhe u zgjerua në një objekt prodhimi më të madh për kompaninë e tij të sapo krijuar, Lamborghini Trattori. Me forcat e tij të reja të punës, Lamborghini ishte në gjendje të përmirësonte makinën e tij dhe të lëshonte një gamë modelesh të reja, që ngadalë lejuan atij të hynte në tregun e traktorëve. Përfundimisht, Ferruccio filloi të punonte në dizenjimin e motorit të tij, dhe deri në 1952, Lamborghini Trattori po shiste traktor dhe zvarritës plotësisht të prodhuar nga kompania, duke përdorur motorët e tyre me naftë. Këto motor të rinj u dëshmuan se ishin më të fuqishëm, efikas dhe më të lirë për të prodhuar, duke I lejuar Ferruccio të ulë çmimin e tij dhe t'i bëj traktorët e tij edhe më konkurrent se më parë. Kjo gjithashtu përfundoi duke qenë kohëzgjatje perfekte për Ferruccio, sepse vetëm një vit më vonë, qeveria italiane filloi të ofronte kredi për fermerët italian që po blinin makina të bëra në Itali. Dhe meqense Ferruccio tani po përdorte motorët e tij, traktorët e tij kualifikoheshin për programin. Kjo ishte një pikë kthese e madhe për kompaninë. Fitimet u rritën, prodhimi u rrit dhe Lamborghini Trattori u bë një nga prodhuesit më të mëdhenj bujqësor në Itali, duke shitur mira njësi çdo vit deri në fund të viteve 50. Gjithashtu ndihmoi se Italia po përjetonte një boom ekonomik gjatë të njëjtës periudhe dhe Ferruccio do të shfrytëzonte mundësinë edhe më tej duke u zgjeruar në biznesin e ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit në 1960-ën, I cili shpejt u bë një aventurë tjetër e madhe dhe fitimprurse në vetvete. Me dy biznese të lullëzuara, Ferruccio Lamborghini tani ishte një nga burrat më të pasur në vendin e tij dhe emri I tij filloi të njihej në të gjithë Italinë. Pak e dinte dikush, ai ishte në prag të bërjes së emrit të tij edhe më të famshëm
dhe në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte parashikuar kurrë. Tani që ai ishte i pasur, Ferruccio festoi suksesin e tij me verë të mirë, ushqim të mirë dhe makina të shpejta, veçanërisht modelet luksoze Grand Touring. Koleksioni i tij të makinave kishte rritur për të përfshirë të tilla si Mercedes, Jaguars, Maseratis, Alfa Romeos dhe Ferraris. Por pavarësisht se çfarë mjeti blinte, kishte gjithmonë vetëm një defekt të vogël që e pengonte nga kënaqja e plotë e saj. Megjithatë, asnjë makinë nuk e frustroi më shumë se Ferrari 250 GT e tij. Ky mjet ishte më i çmuar dhe i shtrenjtë nga koleksioni i tij, dhe megjithatë, ishte ai me më shumë probleme, pasi klaçi do të prishej vazhdimisht në shpejtësi të larta. Pasi e kishte rregulluar klaçin e tij shumë herë me Ferrari, Ferruccio vendosi se kishte mjaft. Kështu që ai e solli makinën në fabrikën e traktorëve dhe kishte një nga mekanikët e tij ta çmontonte për të zbuluar rrënjën e problemit. Atëherë ishte kur ata zbuluan se klaçi i përdorur në Ferrarin e tij ishte identik me atë të instaluar në traktorët Lamborghini. Kjo nuk zgjoi mirë për Ferruccio, pasi ai do të paguante 10 euro për klaçin që traktorët e tij përdornin dhe i paguante Ferrari 1000 euro për të njëjtën pjesë. I zgënjur, Ferruccio përmirësoi klaçin vet dhe vendosi të vizitonte Ferrari për të ndarë gjetjet e tij për makinat e tyre. Në të vërtetë, ai nuk kishte qëllim të shkaktonte një luftë. Si një inxhinier vet, Lamborghini thjesht donte të ndihmonte Ferrari të përmirësonte makinat dhe sinqerisht mendonte se po i bënte një favor. Por Enzo nuk ishte një njeri i lehtë për t'u marrë vesh. I njohur për temperamentin e shpejtë dhe arrogancën, ai kishte pak durim për kritik, veçanërisht nga dikush që ai e konsideronte të ishte thjesht një prodhues. Traktorësh. Kur Ferruccio i tregoi defektet në dizajnin e Ferrarit, Enzo e hedhi poshtë, duke pretenduar se makinat e tij ishin perfekte dhe se çështja e vërtetë ishte ai që nuk dinte si t'i drejtonte ato. Së fundmi, Enzo e la Ferruccion me një vërejtje therrëse. Stick to making tractors and let me make sports cars. Ai moment do të ndryshonte gjithçka për Ferruccio. Në vend që të pritej mirë për idetë e tij, ai u refuzua në mënyrën më të keqe të mundshme. Fyerja për të ishte vërtet poshtëruese, dhe në rrugën e tij për në shtëpi, ai mori një vendim fatkeq. Ai do të ndërtonte makinën e tij sportive dhe do ta bënte atë shumë më të mirë dhe më të besueshme se ato të Ferrarit. Në fakt, do të ishte makina sportive luksoze më e mirë që bota ka parë ndonjëherë. Dhe ndryshe nga Ferrari, ai do të sigurohej që blerësit e tyre të merrnin shërbimin më të mirë të mundshëm. Kështu që në 1963, Ferruccio themeloi automobili Lamborghini dhe filloi të rekrutonte inxhinierët më të talentuar italian për projektin e tij. Midis tyre ishin Giaito Bizzarini, Franco Scalion dhe Giallo Dell'Ora, të gjithë të cilët kishin punuar më parë për Ferrari. Së bashku, ata u nisën për të arritur ëndrrën e guximshme të Ferruccio për të krijuar makinën sportive përfundimtare. Një makinë me aftësi të larta performuese që nuk kompromentonte në besueshmëri, cilësi vozitjeje ose rehatisë. Sfida kryesore ishte se Ferruccio u dha inxhinierëve të tij vetëm 4 muaj për të përfunduar prototipën. Kjo arritje konsiderohej të ishte e pamundur për të thënë më të paktën, veçanërisht për një makinë që po kërkonte të konkuronte kundër automobilave më të mira Grand Touring të ditës. Arsyeja pse ishte sepse Ferruccio ishte aq i etur për të mundur Ferrarin, ai donte ta debutonte makinën në Turin Motor Show të njëjtit vit, e cila ishte vetëm 4 muaj larg. Kështu që Lamborghini dhe ekipi i tij punuan pa pushim rreth orës çdo ditë dhe bën përdorim të mirë të infrastrukturës së disponueshme nga fabrika e tij e traktorëve për projektin e tij. Në kohën që mbriti shfaqja e automobilave Turan në nëntor 1963, ata ishin në gjendje të përfundonin makinën, por u goditën me një pengim të madh. Motori nuk ishte ende gati. Megjithatë, Ferruccio refuzoi të lejonte që kjo ta ndalonte. Ai shkoi përpara me planet e tij dhe i urdhëroi inxhinierët e tij të mbushnin degën e motorit me tulla, duke mbajtur peshën e makinës mjaft të ulët për ta bërë të dukej sikur motori ishte brenda. Gjatë shfaqjes, ata u siguruan që kapaku të mbetej i kyçur me çdo kohë, dhe për fat të mirë për Ferruccio, basti pagoi. Dizajni elegant i makinës dhe interiori luksoz ishin aq mbresëllënës sa askush as nuk kërkoi të shikonte motorin. Njohja pozitive nga prototipa e tij i dha Ferruccio besim edhe më të madh në dizajnin e tij.
Dhe pasi përfundoi motorin, ai urdhëroi shpejt makinën në prodhim. 5 muaj më vonë, Lamborghini 350 GT lindi. 350 GT ishte një kryevepër teknike. Ajo kishte një motor V12, transmision 5 shpejtësish, frena me disk me 4 rrota dhe pezullim të pavarur me 4 rrota, duke e bërë atë një nga makinat sportive më të mira të disponueshme. Gjatë 2 viteve të ardhshme, 120 njësi u prodhuan dhe u shitën, duke i dhënë Lamborghini një fillim të respektueshëm në aventurën e tij në industrinë e makinave luksoze. Megjithatë, qëllimi i tij për të mundur Ferrarin ishte larg mbarimit. Dhe për të bërë mirë premtimin e tij, ai punoi fuqishëm për të përmirësuar makinën edhe më tej, e cila përfundimisht u bë pasardhësi i modelit të tij të parë, 400 GT. Ndërkohë, disa nga inxhinierët e tij më të mirë po punonin në një projekt anash natën, duke zhvilluar një makinë sportive mid-engine të frymzuar nga teknologjia Formula 1. Kjo do të ishte një largim radikal nga makinat tradicionale Grand Touring të ditës, pasi performanca dhe pamja unike e makinës do të ishte diçka që nuk është parë më parë në ndonjë makinë sportive tjetër në histori. Pika kthyese këtu megjithatë ishte se projekti u mbajt nga Ferruccio, pasi ai ishte kundër ideve për të ndërtuar makina gare. Disa vite më parë, ai kishte hyrë në garën rrugore 1948 mile milja, një 1000 milje rrugore, e famshme me automobila të GT dhe makina të Turingu për në Itali, që e mblidhte disa mijë turistë çdo vit. Garat më popullore dhe më të vështira në vendin e tij, por përfundoi duke u përplasur kundër një muri në anën e një restoranti. Kjo përvojë traumatizoi Ferruccio dhe la një shenjë në jetën e tij që do ta largonte nga hyrja në botën e garave përsëri. Por ekipi i Lamborghinit ishte aq i sigurt se dizenji i tyre do të prishte tregun e makinave sportive, sa ata vazhduan të punonin në të në fshehtësi. Për fat mirë për ta, pasi Ferruccio zbuloi për prototipin e tyre, ai përfundimisht shkoi përpara me planin e tyre. Tani, ndërsa Ferruccio mbeti pak skeptik për të, ai reflektoi se të paktën dizenji unik dhe ekstravagant i makinës ishte një mundësi për të sjellë më shumë vëmendje në markën e tij. Kur nuk mund të kishte hamendsuar se kjo makinë do të bëhej ajo që do të vendoste kompaninë e tij në vëmendje, Lamborghini Mura. Kur Mura u lëshua në 1966, ajo u bë automjeti prodhues më i shpejt deri në atë moment, dhe dizenji i saj inovativ shpejt fitoi vendin e saj si supermakina e parë e botës. Nuk ishte thjesht më e shpejtë dhe më e avancuar se çdo makinë rrugore e kohës së saj. Ajo u bë një ikonë kulturore dhe një e preferuar e tifozëve midis celebriteteve. Plus, struktura e saj e motorit mid-engine të pasëm shpejt u bë standardi për të gjitha makinat me performancë të lartë gjatë dekadave të ardhshme. Kjo do të thotë se Ferruccio nuk bëri vetëm mirë premtimin e tij për të kaluar Ferrarin, ai te i kaloi në mënyrë spektakolare. Përveç kësaj, Ferruccio gjithashtu u sigurua që klientët e tij ishin trajtuar mirë dhe të kënaqur. Dhe ndryshe nga Ferrari dhe prodhues të tjerë të automjeteve luksoze, sa herë që një Lamborghini prishej, kompania do të dërgonte një mekanik me shpenzimet e veta, edhe me aeroplan nëse ishte e nevojshme, dhe një letër kërkese falje. Ky vëmendje veçantë ndaj cilësisë dhe shërbimit i dha Lamborghinit edhe më shumë publicitet dhe ndihmoi në vendosjen e kompanisë si një nga më të mirat në tregun e makinave luksoze. Gjatë viteve të mëposhtme, kompania vazhdoi të prezantonte disa nga modelet më të festuare të atyre kohëve, si Espada, Izero, Harama dhe Urako. Countach legjendare, për shembull, u bë makina më e shkruar në histori. Gjithçka dukej se po shkonte mirë për Ferruccio dhe emri i tij kishte bërë sinonim me inovacion, luksoz dhe performancë. Megjithatë, ai ishte gati të përballet me sfidën më të madhe në jetën e tij. Një që do të vinte në rrezik gjithçka që ai kishte ndërtuar deri në atë pikë. Goditja e parë e madhe erdhi në fillim të viteve 1970, kur Lamborghini traktori përballoi një katastrofë të papritur financiare. Qeveria boliviane kishte vendosur një porosi masive për 5000 traktor, një marrëveshje që do të kishte rritur ndjeshëm kompaninë e Ferruccios në lartësi të reja. Por para se porositë të përfundoheshin, Bolivia u zhyt në trazira politike dhe kontrata u anullua papritur. Kur lajmi arriti Ferruccio në pronën e tij, ai ishte i petrifikuar. Ai kishte marrë një shumë të madhe kredish për të rritur prodhimin, duke pritur një fitim financiar. Por tani, ai ishte i thellë në borxh me një magazin plot me traktor, që ai nuk mund t'i shiste. Dhe vetëm për të shtuar, automobil Lamborghini gjithashtu po kalonte nëpër sfidat e veta.
Vite vonesash të prodhimit nga modelet vendimtare si Euro dhe Countach do të thoshte se kompania po mbetej pas. Ndërsa prodhues të tjerë të automjeteve luksoze po lançonin shpejt modele më konkurrues me performancë të ngjashme, me presionin në rritje të dy kompanive në vështirësi, Ferruccio nuk pa opsion më të mirë, por të shiste një aksion 51% të automobil Lamborghini në 1972, në mënyrë që të paguante disa nga borxhet e tij dhe të përpiqej të mbante bizneset e tij mbi ujë, por ende nuk ishte mjaft për t'u rikuperuar. Ndërsa situata vazhdoi të rrotullonte, ai u detyrua të shiste të gjithë biznesin e tij traktorësh vitin e ardhshëm në një kompani rivale, që quhej Same, cila kishte rezervat e nevojshme për të shpëtuar kompaninë nga kolapsi. Ndërsa Ferruccio u ndjen shkatruar për ta lënë biznesin e tij traktorësh, gjërat më fatkeqësisht po vinin atij që ishin plotësisht jashtë kontrollit të tij. Kriza e naftës së 1970 shkaktoi që ekonomia globale të rrotullohej në recesion, duke lënë Ferruccion që ai prodhimi i tij të ishte pamundësi të shitej. Industrinë e automobilave në kaos të madh. Tani, supermakinat gaz-guzzling si Lamborghini u bë gjëja e fundit që dikush donte të blinte. Të tillë si Ferrari, Porsche dhe Maserati, të gjitha vuajtën gjithashtu. Por Lamborghini, një kompani e re pa rezerva financiare të thella, ishte midis më të goditurve. Ferruccio luftoi për të mbajtur kompaninë mbi ujë, duke prerë kostot, streamlining prodhimin e tij, dhe madje eksperimentoi me dizajna fuel efficient për të përshtatur me tregun e ri. Por ende, nuk ishte mjaft. Askush nuk donte të blinte mjete luksoze në mes të një rënjeje ekonomike. I lodhur nga lufta kundër problemeve financiare, Ferruccio vendosi të dilte në pension herët dhe shiti 49% të mbetur të aksioneve të tij automobile Lamborghini në 1974. Ai tashmë kishte provuar në Ferrari se çfarë ishte jaft dhe përfundimisht mund të shtrihej prapa, duke ditur se ai kishte prodhuar disa nga makinat më të mëdha në histori, edhe më të mira se ato të Ferrarit. Kështu që ai dorëzoi kompaninë e tij të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit te biri i tij Tanino dhe u zhvendos në një qytet të vogël në Itali, ku ai kaloi vitet e tij të mëvonshme jashtë syrit publik, duke u kthyer në rrënjët e tij bujqësore. Dhe megjithatë, edhe në pension, Ferruccio pa kohë për të ndërtuar një biznes verash të suksesshme high quality, plotësisht nga e para, duke vërtetuar vetëm edhe një herë sa i fortë ishte fryma e tij sipërmarrëse. Ai vdiq në 1993, pasi vuajti nga një atak në zemër, duke lënë kontrollin e biznesit të tij të verave te familja e tij. Ndërkohë, pronarët e rinj të automobile Lamborghini dështuan të lundronten kompaninë përmes krizës së naftës dhe paqëndrueshmërive financiare në biznes. Dhe deri në 1978, kompania u detyrua në likuidim. 3 vjet më vonë, qeveria italiane e shiti kompaninë në 2 vëllezër francez miliarder për një çmim të ulur prej $3 milion. Nën udhëheqjen e tyre, vëllezërit francez sollën disa ringjallje në markën Lamborghini dhe investuan shumë në prodhimin e modeleve të reja, si Jelpa dhe SUV i parë i kompanisë, LM2. Megjithatë, ata mbetën pa para dhe për shkak të shitjeve të dobta dhe procesit kompleks të prodhimit, ata vendosën ta flip kompaninë te Chrysler Corporation në 1987 për një shumë prej $25 milion. Me fonde dhe burime më të mëdha për të punuar me to, Chrysler lëshoi një nga makinat më të famshme dhe të besueshme që Lamborghini ishte në gjendje të prodhonte, Lamborghini Diablo. Diablo u bë një sukses tregtar në botën e supermakinave dhe tërhoqi vëmendjen e miliona njerëzve në të gjithë botën. Ishte shumë më e besueshme se County e famshme dhe u bë supermakina e parë në botë që te i kaloi shenjën 200 mil për orë, duke e kthyer në një nga makinat më ikonike në histori. Fatkeqësisht, recesioni i fillimit të viteve 1990 dërgoi val goditjeje përmes të gjithë industrisë së automobilave dhe Chrysler Corporation, duke u mbytur në probleme financiare, duhej të priste humbjet e saj dhe të shiste Lamborghini në 1994, këtë herë në një grup investimesh indonezian për $40 milion. Megjithatë, ky konglomerat indonezian në thelb mungonte përvojë në industrinë e automobilave dhe pasi Azia u godit nga kriza e tyre financiare në 1997, Lamborghini përsëri u vu në shitje. Këtë herë do të ishte Audi, një filial i Volkswagen Group, që do të blinte Lamborghini për një shumë prej $110 milion në 1998. Ndryshe nga pronarët e mëparshëm, Audi njohu potencialin e Lamborghini
dhe kuptoi nevojën të kushtonte vëmendje më të madhe ndaj përpunimit dhe cilësisë për makinat e tyre. Me atë vizion në mendje, ata modernizuan sistemin e prodhimit dhe infuzuan inxhinjerinë precize gjermane në zanatshërinë italiane të Lamborghinit. Në 2001, kompania lëshoi modelin e saj të parë nën grupin prind Volkswagen, Murcielago, i cili menjëherë fitoi vendin e tij si një nga supermakinat më të bukura të shekullit të 21, fal performancës së lartë dhe dizajnit egzotik. Murcielago u bë një fenomen kulturor, duke shitur mijëra njësi në të gjithë botën dhe duke fituar një mbështetje të fortë në Shtetet e Bashkuara. Nga ajo pikë, Lamborghini përjetoi një ringjallje të jashtëzakonshme me lëshimin e modeleve shumë të suksesshme si Gallardo, Aventador dhe Huracan, supermakina moderne që vazhduan të shtynin performancën dhe teknologjinë në lartësi të reja. Por ndryshimi i lojës do të ishte në 2018, kur kompania zbuloi modelin e saj më të shitur deri më sot, Lamborghini Urus. Urus shpejt u bë popullor për të qenë SUV-i i parë që kombinoi me sukses performancën e lartë dhe estetikën e dizajnit të një makine sportive me praktikitetin dhe funksionalitetin e një SUV-i. Për shkak të këtyre arsyeve, Urus tërhoqi një gjenerat të re të blerësve të lartë, duke shtyrë shitjet e kompanisë në lartësi rekord dhe duke ridizajnuar atë që duhet të jetë një SUV sportiv luksoz. Sot, Lamborghini vlerësohet rreth 11 miliard dhe shet më shumë se 10.000 mjete në vit, me Urus që përbën më shumë se gjysmën e prodhimit të saj vjetor të përgjithshëm. Kjo është historia e mënyrës se si një fermer rushi dhe rob lufte krijoi një nga kompanitë më fascinuese dhe egzotike të makinave në botë, Lamborghini.